E di pse nuk e ultonin e zarit unë, sepse i ndinjohem nga fakti që një emigrant që ka dalë dhe ka parë botën, që Zoti ka dhënë mundësinë të dali dhe të shikoj botën, është shumë herë më i prapambetur se një njeri që është në Shqipëri dhe që është i izoluar, sepse ai që është në Shqipëri, kur del jashtë shtëpisë, ka të njëjtët njerëz që mendojnë në të njëjtën mënyrë siç mendon edhe ai, nuk ka si të emancipohet. Madje më i emancipuar është ai që jeton në fshatrat e Shqipërisë sesa një emigrant që është në Itali, sepse unë shikoj komentuesit italianë se janë 100 herë më të prapambetur sesa ato që jetojnë në Shqipëri. Sepse edhe unë kam qenë në fshat dhe unë kur kam qenë në fshat mendoja njësoj si fshatarët që femra duhet i bindet mashkullit, që duhet bëj shërbetoren t'i laj këmbët burrit, që duhet bëj shërbetoren e burrit, që duhet të jetoj me prindrit e burrit, që duhet i bindet burrit për çdo gjë, por kur unë ika nga fshati dhe dola në qytet, pash dhe ju përshtata ndryshimit shoqëror, ju përshtata njerëzve pash se si funksiononte jeta në Tiranë, u përshtata me jetën në Tiranë dhe nuk ngela ajo fshatarja që isha në Kukës, me atë mentalitetin që isha në Kukës. Pra njeriu kur ndryshon, kur emigron mbi gjitha, unë kam migruar brenda për brenda Shqipërisë dhe jam emancipuar sepse jam përshtatur ndryshimit shoqëror, jam civilizuar si njeri. Pra, nëse më përpara mendoja që prindrit duhet jetojnë se s'bën me djalin në shtëpi, sot unë atë gjë nuk e mendoj, sepse jeta ndryshon ritmin, ndryshon ritmi i ciklit e jetës, ndryshon gjithçka dhe duhet i përshtatemi ndryshimit jetësor, sepse nëse ne nuk i përshtatemi ndryshimit jetësor, atëherë do vi momenti që do jemi në krizë shoqërore. Sepse drejt asaj po shkojmë. Shkon emigranti në Itali dhe ngel gdha, nuk shikon se çfarë bëhet me italianët. Ku i keni italianët, mos më dordollisni mua nëpër komente, sepse ka shumë badante që punojnë me italianë dhe thonë që të gjithë të moshuarit italian jetojnë vetëm në shtëpi, ose jetojnë vetëm ose i kena për azile. Dhe unë këtë gjë e di ekstrem mirë sepse kam punuar me italian. Kam pas marrë një drejt për drejt me italianët dhe e di shumë mirë që 90%, mbi 90% e italianëve jetojnë vetëm, nuk jetojnë me fëmijët e tyre. Ka një arsye pse jetojnë vetëm, sepse jeta ka në mënyrë të tillë që gjithsesi duhet kujdeset për veten e tij. Ka ardhur cikli i jetës në mënyrë të tillë që nuk ke më mundësi të jetosh me prindërit, sepse gjithsesi ka nevojë për qetësinë e vet. Nëse më përpara nervat e njerëzve kanë qenë në rregull, sot nuk të duron njeri, sepse jeta është kaq e vështirë sa njeriu nuk duron dot veten e tij, jo më duroj dëngrat e pleqme në shtëpi. Prandaj ndjeni natë sepse nuk emancipohen, kanë dalë atje, kokën e kanë lënë në Shqipëri edhe trupin e kanë në Itali. Emancipo, ke mundësinë, ke luftuar për të vajt në Itali, ti si nuk e emanciposh, si nuk e shikon kulturën që kanë, sjelljen që kanë bota. Jo kot bota është përpara Shqipërisë, jo kot Shqipëria është një ndër vendet më të varfra, ka arsye. Se po t'ishte që ne do ishim vende më i pasur, më i zhvilluar në botë, i binte që bota duhet merrte shembull nga ne. Ka arsye pse ndodhin gjërat, ka arsye pse funksionon shoqëria në Itali ashtu. Ka arsye, nuk është çdo gjë ka një shpjegim. Pse nuk emancipohesh? Pse rri gdha? Prandaj irritohen, prandaj më irritojnë njerëzit që nuk emancipohen, njerëzit që ngelin gomar këtu, gomar atje, i bie që janë mbrop të trash. Nuk po ofendoj njëri. Kështu e konceptoj, nuk është ofendim thua të vërtetën. Kjo është arsyeja.